Duke qenë se vijon problemi i shembjes së rrugës Librasht-Porrenjas, trafiku automjeteve që lëvizin nga Tirana në drejtim të Juglindjes vijon të bëhet nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në bllad të Dibrës. Edhe këtë të hënë është konstatuar një fluks i lartë lëvizjesh automjetesh, duke nisur nga mjetet e vogla të transportit publik e deri tek ato të transportit ndërkombëtar të mallrave. Edhe pse në doganën e Bllatës janë shtuar 3 doganjerë, fluksi vijon të jetë i lartë dhe gati i papërballueshëm. Drejtuesit e automjeteve shprehen se vijojnë të qëndrojnë në radhë për shumë kohë për të kaluar në Maqedoninë e Veriut. E njëjta situatë paraqitet edhe në hyrje ku ka fluks të lartë në anën e palës maqedonase. Drejtuesit e mjeteve thonë se ky itinerar është sfilitës për ta, ndërsa kërkojnë rikthimin në normalitet të rrugës Librasht-Porrenjas. Rruga bllokuar nga çfarë? Që vazhdim ble. Tiranë, Shkup, Korçë. Kthimi i qarkullimit të Juglindjes ka mbingarkuar edhe rrugën e Arbërit pasi trafiku tashmë është trefishuar me automjetet e transportit ndërkombëtar dhe atij publik që vijnë nga Maqedonia e Veriut dhe Anasjeltas.